Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Kallëzo për një me. Sonte do ta ndihni emisionin që e shpjegon rrugtimin e krijimit të një muzeu të ri që po vendoset në vagonin që ka bart refugjat në vitin 1999 prej stacionit të trenave në Prishtinë deri në Blace. Njerëzit ishin paketu si sardina nëpër këto vagona në vitin 1999 dhe në fund, me 17 janar të shtunën e kaluar, u përfundu procesi i bartjes së këtij vagoni prej varrezave të vagoneve të Jugosllavisë që e kemi ende në Miraditult deri te stacioni trenave në Prishtinë, ta shohim si ka rrjedh i gjithë procesi. Këto që po i shihni janë mbetjet e një bare historike. Varreza e vagonave të shekullit të kaluar, vagonat e trenave të Jugosllavisë, gjenden edhe sot e kësaj dite në Miradit të poshtme, vetëm 10 kilometra prej Prishtine. Forcat serbe filluan t'i mbushin këta vagona me shqiptar ka fundi i marsit 1999 si hakmarrje për nisjen e bombardimeve të NATO-s. Dëbimi i popullatës shqiptare prej Kosove, në drejtim të shteteve fqinje, vazhdoi pa ndërpre në prill, maj e deri në çlirim të Kosovës. Si pasojë e këtij dëbimi masiv e të dhunshëm, gati gjysmë milioni njerëz, shqiptar të Kosovës, përfunduan të bllokuar në bllacën famkeqe, katundin që gjendet mes Kosovës e Maqedonisë së Veriut. Bllaca u shndru në ferr për refugjat që kaluan ditë të tëra të dëbum, nënshi, unt, lakt, smut, duke tentu me ushqy naj qysh edhe me improvizu naj streh për familjar të gjitha moshave. Ka njerëz që nuk kanë arrit me mbjetu qëndrimin në bllacën e lloçkaft edhe kaotike. Kanë vdek aty. Shumica megjithatë shpëtuan edhe u bartën pastaj nëpër kampe të tjera refugjatësh me kushte më të përmirësuara, siç ishin kampet në Stankoves 1 edhe 2, si dhe kampe tjera nëpër Maqedoni e Shqipëri. Shumë qytetarë që përfunduan në Blace ishin nga Prishtina. Kjo për shkak se dëbimi i popullatës së Prishtinës u bë kryesisht prej shtëpive të veta nëpër lagje të ndryshme si Bregu i Diellit, Kodra e Trimave, Dardania, në drejtim të stacionit të trenave në Prishtinë, ku serbët filluan t'i mbushin vagonat, duke i paketuar njerëzit në to si sardina. 25 vjet pas, ne intervistuam 30 qytetarë që na treguan se si u dëbuan prej qyteteve të ndryshme të Kosovës, por edhe ata të cilët u dëbuan përmes trenave nga komuna të ndryshme që ishin pranë stacionit të trenave në Prishtinë, Fush Kosovë, Lipjan, Ferizaj, edhe në fund në Han Telezit, ku qytetarët u detyruan të ecin vetëm përmes shinave për me dalë në Maqedoni. Në atë anë, pra në anën Maqedone, i kam prit shumë gazetarë të huaj, andaj edhe sot kemi shumë fotografi që janë bërë kur refugjatët kanë rrinë në Blace e pastaj kanë dalë Maqedoni. Por shumë pak foto e video ka që dokumentojnë se si janë dëbu njerëzit nga shtëpitë e veta brenda Kosovës, edhe si janë deportu në Kosovë, mes tjerash përmes këtyre trenave. Pak foto të kësaj përvoje kemi sepse Serbia pa të vendosur në mënyrë sistematike me i përzon krejt gazetarët e huaj prej Kosovës kur filluan bombardimet, që me mujt shprazjen e Kosovës prej shqiptarëve me e realizu larg kamerave e syve të mediave ndërkombëtare. Por, pa marrë parasysh sa dikush tenton me u mohu apo me e fsheh të vërtetën duke i përzon gazetarët, e vërteta vazhdon me ekzistu, e madje e vërteta din edhe me t'u përvjedh prapa shpinës. Kështu edhe ju ka përvjedh forcave serbe e vërteta. Kjo foto e rrallë është bo me 1 prill 1999 te stacioni trenave në Prishtinë në Arbri ish Dragodan. Këta njerëz janë duke u paketu në për vagona për me u deportu në Maqedoni. Këtë foto ne i kemi sot për shkak se një gazetar serb, Goran Tomashević, që ka punu për agjensinë e njohur të lajmeve Reuters, ka vendos me nejt në Prishtinë gjatë bombardimeve dhe i ka bind forca serbe me a dhënë akreditim për me nejt, për shkak se Gorani o gazetar serb, ata e kanë lanë.
atë që nuk e kanë prit është që Gorani do të bëhej një prej gazetarëve të rrallë që e dokumenton dëbimin e qytetarëve shqiptar përmes trenave prej brenda Kosovës. Kjo foto na ndihmoi neve 26 vite pas me i gjurmu trena që i kishin bartur refugjatët e eksodit famkeq. Këtë iniciativë filluam si 2 organizata jo qeveritare, Rjeti Ballkanik për gazetari ulëmtuese Birn, që mirret me gazetari, edhe Prishtina Bienale, që mirret me art. Gazmende Jupi, që është kurator dhe themeluesi Prishtina Bienale, erdhë me mu në Miradine poshtme para 7 muajve, ku i gjetëm vagonat që kanë bartur refugjat. Në Miradina priti Burim Bullatovci, shef i stacionit infrakosit, që kishte punuar edhe para lufte në infrakos dhe na shpjegoi që me 24 mars, kur kanë fillu bombardimet, punëtorë sërbë të ndërmarrjes publike që ka menaxhu transportin hekurudhor, janë armatos e punëtorët shqiptar e kanë shu punën. Gjatë hulumtimit të rrëfimeve të refugjatëve që i kemi dëgjuar muajve të fundit, kemi kuptu detaje interesante. Kemi kuptu që kur vagonat e udhëtarëve janë mbush me refugjatë dhe janë harxhumo, forcat serbe kanë marrë përforcim nga 2 mjete tjera të transportit. Ka nisë me i përdor vagonat e kafshëve apo të mallrave, që thirren vagonat e gjave, për me transportu njerëz. Detaj tjetër është që kur janë harxhu vagonat e udhëtarëve, edhe kur janë harxhu vagonat e mallrave dhe të kafshëve, mandej i kanë pru kamionat e kompanisë së keksave Bambi në Pozharevc, që ajo kompani që prodhon plazma. Edhe aty i kanë fut njerëzit edhe i kanë deportu për Maqedoni. Ne këtu në Miradi erdhëm me 6 gusht 2025 në kërkim të vagonit të kafshëve apo të gjave që ka bartur refugjat. E mira në këtë vizit ishte se e kuptum që shumica e vagonave ishte në gjendje ashtu qysh i kanë lanë në 1999. Për fat, vagonat nuk ishin shit për skrap, ashtu qysh kena dit na me i bo rushe kumlla pasuninë e Kosovës pas lufte. Ironikisht, për ruajtjen e këtyre vagonave ka merita UNMIK-u, sepse me njerë pas lufte, UNMIK-u i ka konsideru këto vagona si aset i Serbisë edhe që si pas një parimi, është mendu që vagonat duhet të erët avon mi u kthy Serbisë. Pasi që kjo s'ka arrit me u bo në qatë kohë të UNMIK-ut, sot vagonat munden me u përdor për me u restauru edhe me kujtu historinë tonë të vënshme. Me ta bërë këtë hulumtim fillestar të mjeteve të transportit, vëmendjen e kthym të njerëzit dhe bëm thirrje që të lajmërohen qytetarë që e kanë përjetu dëbimin në 99-ën. Deri tash kemi bërë xhirimin e fazës së parë të intervistave me 30 qytetarë, të cilët bëjnë thirrje që të tjerët të i bashkohen iniciativës për ruajtjen e memorisë kolektive të përzamjes për vendit tonë. Përkrahas iniciativës për të regjistru e dokumentu përvojën e dëbimit, u bë edhe njëri prej emblemave të Prishtinës. Një artist që i kishte kalu gjithkohën e bombardimeve në Prishtinë bashkë me familjen e vet. Është ky Festim Arifi, i njohur si Lyrical Sun, autori vargjeve të repit që janë zoni i një gjenerate të tërë njerëzish që janë rrit duke e ndëgju muzikën e tij në Kosovë. Përveç punës së vet artistike me muzikë edhe angazhimeve tjera, Festimi ka vendos vullnetarisht me përkra muzeun që po e krijojmë. Ai shumë rrjedhshëm e shpjegoi se pse shumë njerëz mund të kenë hezituar për të folë për përvojën e dëbimit deri tash dhe i bëri thirrje të gjithëve që kjo stigmë të hiqet prej tash e tutje. Qëra ajo ndjenja e solidarizimit me patriot tonë, me njerëz, me vëllezërit edhe motrat tona, u konë shumë më e madhe se sa e ndjenja ose nevoja për me kallëzu që shke kalu ti gjatë luftës. Se tu e pa çka po ndodh në pjesë tjera dhe ti je mësu me qatë okupim, me qatë represion, me qatë dhunime psiqike, fizike që i kena përjetu, po na u kanë duk të vogla në krahasim me masakrat që janë bu, për shembull në venet ku kanë për në me luft, battlefield, shtu, e vërtet. E përsa ta nuk kena pas, neve na ka ardhë marre, me dalë me folë, na kena dalë në protesta, na solidarizu, na kështu, na ashtu. Ku njerëz atje në Drenis, në Dugaxhin, në lap kanë po skena që i kanë lonë ashtat përgjithsmum, psiqikisht, fizikisht, qysh dush. Është interesant gjithkush me kallëzu historinë e vetë,
së është një farë lirime, edhe unë shtash u lirova, besëm që u lirova pak që edhe nashta nuk kom qenë shumë i artikulum për shkak që emocionet jenë ato që të shtinë me ndryshu nashta edhe gjuhën, edhe të menumit kër e kalzën këtë sen. Mirë po, është gjithmonë interesant se që kjo ndjenja e lirimit është më e madhe se ajo ndjenja që e manë më në dhe solidarizot, është diçka që letohësh, është mirë gjithmonë me kalzu storien tonë, edhe nashta dikush mishnot me ty, jo me storien tonë, po mishnot me ty të ndjenë, edhe nashta dikuj t'i bosh inspirim, nashta dikuj t'i bosh arsye pse që në i ri dikush e shetë që të thotë pse nuk mirë na me qëtë punë. Qysh po mirë është te që ta është në këtë rast që e ke bu muzeën, që është diçka shumë fenomenale për gjeneratat që nuk e kanë përjetu dhe nuk e din, nuk e kanë këtë djenë që kanë lindë mas luftës ose janë rritë mas luftës. Është gjithmonë interesant me kallëzu storien tonë, është gjithmonë është esenciale, jo interesant, është esenciale me kallëzu storien tonë, se pe ketë historieve vjeni pasqyrim apo reflektimi të vërtetës e cila ka dominu në Kosovë, që është e vërtet e hidhun, e vërtet e përgjakshme, që i ka bo vaki popullit tonë 100 vjetë e fundit e sidomos ato vitet e nemuna që i thirëm na. Po shqyqyrë mas gjdo rëbeshi, mas gjdo breshnin, ose mas gjdo shiu në zendjeli. Edhe të në Kosovë po në zendjeli, na për në me po kalzojna që jena shtetë shumë inovativ, tash ki rinia jonë, na jena populli më i ri, nashta në Evropë me sato, jo nashta, po jena populli më i ri me satare me vjetë, edhe gjeneratat e reja tona po korë në sukses si në sport, si në muzikë, si në artë, si në kulturë, si në politikë, si në këtë sferat e mundshme po lullëzën kjo rini e Kosovës, e shqiptarëve të Kosovës. Do më thonë, edhe është një pasqyre shumë e mirë e prindve edhe edukatës tëne që jo e kanë imponu, po e kanë mjellë në gjeneratat e reja të cilat qëtashtë veç po lullëzojnë e nuk jonë konë të mshelën si na, edhe që nuk kanë, tash kanë drejt me menu ndryshë, na s'këna pas drejt me menu ndryshë, na odash me menu me një rrugë. Kështu që është, për në me, gjithëqysh duhet me kalzu storien për cilës vjen, që me qenë, që shtash edhe ma herët, si pjesë e reflektimit, apo pjesë e një farë wake-up call-i një teenagerit, që thot, hej, qërë qa kanë hek këta, e na jena në liri, e nuk jena tu bu diçka për këtë vend, cilin njerës kanë sakrifiku me qindra, mija njerë kanë vdekje, kanë tu janis prej rilindasve, më herës e rilindasit e krejt generatat, pej 89, 89, gjithë shka që ka ndodhë Kosovë, aty në du të mjahodit. Aty në njerëzve do të më thonë, a i gjak që ka shku për Kosovë, a i gjak nuk lahët ndryshe për pos që na me qenë këtu, me jetu në Kosovë, se krejt po këshyru me dal jashtë, e me metë që të në Kosovë me punu për këtë Kosovë, me pagu taksa për këtë Kosovë, me kontribu në rini për këtë Kosovë, që unë shumë shpesh marrë thirrje me shku në për shkollat mesme, mi ju tregu gjeneratave të reja qysh këna shku pe shpijave në shkolla, qysh nga njek policia që përshkojnë në shkolla, qysh u dasht më mshef për hymjes në hymje. E është dikon ka me rok ajo ndërgjegja dhe ka me thonë, wow, jam gjallë, jam me shëndet, e kam familjen, i kam mundësit, what the fuck am I doing, abeden? Pse unë nuk qona, pse unë nuk ja, për ato është shumë mirë gjithëqysh, se cili prej neve, se cili loj, apo se cila kategorie tinegjera ose njerëzve që janë konë gjallë dhe kanë përjetu luftën, është mirë me të regu në gjallën e vetë. Sa do koftë e dhëmshme, ose sa do koftë abstrakte, apo absurde, aso interesante, se ndoshta ka dhe raste që mujnë me, tash për në me, ka shumë tema në Kosovë që mujnë mu trajtu, që mujnë mu bo filma, e mujnë mu bo dokumentare, mujnë mu bo të që janë boderi që tash, po më do këtë që pak, nuk ka qatë shumë. Më kam qef shumë a shumë mu pasqiru që ajo me na kalzu pak, me na qitë men për i shkafit këna dalë, mos me harru për i kajt këna ardhë dhe kush ka sakrifiku për neve. Përveç Festimarifit, thirrje për me kontribu në këtë iniciativë me rrëfimin e vetë, bën edhe Gani Luga, sociolog edhe student i Femiaganit, që ishte njeriu i dytë më i rëndësishëm në LDK pas Ibrahim Rugovës në vitet e 90. Femiagani fatkeqësisht u identifiku prej forcave serbe gjatë udhëtimit me tren edhe u vra. Ky është një prej dameve më të mëdha intelektuale që ka bo Serbia në Kosovë.
Ganiluga na foli edhe për Aganin, por edhe na tregoi se pse është me rëndësi me kontribu në këtë iniciativë. Popullata në përgjithësi ka hjek, po një pjesë ka hjek shumë, një pjesë që në zhduk krejt, dhe na e dim që jemi pak popullatë e drojtur, nuk kem shef me dalë mu ekspozu, me dhonë na i farë intervistës, këshyrëm i majtë për veti, mirë po aja për veti, jetë për veti dhe s'jetë për nëzjet i kun. Kështu që çdo send që e ki, që është me interes publik, duhet me thonë. Duhet pa tjetër me thonë, mu regjistru dikun, let jetë e shkrume, se për ndryshe s'ka kurqë. Sherife Luta nga Kaçaniku, nana me bebe në gjith që u boje famshme pej fotos së fotografit boshnjak Damir Sagol, i cili e fotografoi sherifen gjatë rrugtimit të saj në këmbë si refugjate në 1999, po ashtu bën thirrje për qytetarët e tjerë që të lajmërohen me nda rrëfimin e tyre. Unë spritoj me kallëzu për këtë vend se çka ka vujt Kosova. E për që ata ku marrë dhe spritoj korë, se duhet mi kallëzu, jo veç me morë vesh populli jonë, po me morë vesh tanë bota. 3 aktorë që nuk janë vetëm aktorë, por edhe aktivista, u organizuan me art të tret bashk për shkak se ata kanë qenë bashk si studenta në Prishtinë duke studiu aktrim, kur janë dëbu prej forcave sërbe përmes trenave në prill 99. Këta janë Armand Morina, Kushtrim Hoxha edhe Arjeta Jeti. Besoni, rrëfimi i çdo njeriu që man mend kohën e para bombardimeve, edhe bombardimet, besoni, unë jam inspiru shumë prej një libri në Bosne, kur një autor ka shku ka bisedu prej pastrusit deri te luftëtarit e profesori, se cili kanë vështrimi luftës, kjo është sikur një puzzle. Dhe më thonë, edhe një rrëfim ma i thjeshtë, nëse dikush ka pas, që ka najtë vetëm mshel, veç ajo pritje, a i mundet me tregu pas fundësisht. Edhe ata që kanë turp në të shkruin, ka dikush që s'mundet me dalë para kamerës, le të shkruan, ne duhet mu rrëfy. Rrëfimi është edhe shkarkim. Unë e shpesh që të regova, i shti njerëzit me folë për luftën. Çfarë rrëfime ndëgjoj, mdo këtë vetja që s'jem të jetu në Kosovë, kur i ndëgjoj që shkoj diku si aktorit, i shti me folë për luftën, mënyrat, dëpërtimet, detalet, janë me miliona detale njerëzit se si mbjetojnë në luftë. Edhe mos u frikoj që thu është e thjesht, ti thuje se cili duhet me thonë kanë vështrimin e vetë, edhe ti e pjesë e kësaj historie të dhimbshme. Edhe ne jemi një vend i ri, po me histori shumë. Atëherë ne duhet me mbledh kadale këtë këto histori. Po shumë e rëndësishme me tregu historinë e vërtet që ka ndodhur në atë kohë, edhe kush ma mirë me tregu atë histori se njerëz që kanë përjetuar atë kohë. Kështu që nuk ka motivim më të mirë për gjeneratat e ardhshme, sepse historia ka njerë dhe rishkruhet mrapsht. Kështu që është ma mirë me qitë në video, në letër, ose me spjegu njerëz që kanë përjetu. Çdo njeri në Kosovë mos harrojmë në atë kohë ka dramën e vet personale. Pa marrë parasysh çfarë është ajo. Kemi obligim se na e kemi jetu, po ka mësim në qatë histori. Edhe thjesht duhet me bo për gjeneratat e tjera, duhet me bo për fëmijët tanë. Është e rëndësishme për ta me ditë. E kemi obligim, thjesht. Nëse unë si person me nevojat veçanta, e kam guximin të tregoj përjetimet e mia gjatë luftës. Edhe kisha dashur që gjithë personat që kanë përjetu luftën në Kosovë, nuk është marrë me tregu tregimin për luftë, për arsye se ne kem përjetu atë histori. Edhe ajo histori nuk fshihet nga memorjet tona, edhe që ti tregojmë botës që ne nuk e kem kaluar thjesht një luftë, po ne kem kaluar një luftë që ka lënë gjurmë të pashlyeshme në memorjet tona, edhe që dikur në një të ardhme të afërt, shteti që na ka okupuar t'i paguaj gjitha dëmet që ka bërë shteti shqiptar. Unë ju bëjtirit gjithve, ata të cilët hamensohen atë vinë apo mos vinë, unë mendoj që se cili duhet të rëfet, normalisht që s'do të ketë vend për se cilin, por të paktën ata të cilit e ndjenjë dhe duhet të ndjenjë që duhet të rëfehen, sepse dëbimi është gjëja më e tmerrshme që i ndodh se cilit. Ne po i shohim edhe luftrat të shteteve të tjera, nuk është as pak e lehtë dhe ju bëj thirrje gjithëve
që të vini dhe të ndani rrëfimin tuaj as pak të lehtë, e i cili është shumë domethënës për ata të cilët do të dëgjojnë historinë dhe sfidat të cilat i kemi përjetuar ne si popull. Kjo është një histori të cilën na asnjëherë nuk duhet të harrojna. I ftoj të gjithë që të vinë të prononcohen dhe të deklarohen se çfarë ju ka ndodhur aty. Kjo është diçka që mbetet nesra edhe në të ardhmen, ku populli shqiptar sigurisht pasardhësit tonë do ta dëgjojnë, do ta mësojnë edhe do të veprojnë me një mençuri se si duhet të sillen, mos të harrohet e kalura, se në qoftë se harrohet ajo, edhe din mu kthy shumë keq. Unë ju kisha thënë më ardhë me tregu. Madje du të m'ju falenderu, ju që na nxitni me na sjelltu me fol. Se tani shumica dhe kanë harru, domethënë jo që kanë harru, po kanë fillu jetën, se kjo jeta shumë e shpejt, domethënë ca gjana edhe pi harron. Du të m'ju falenderu juve si gazetar, që akoma domethënë na nxitni me fol, domethënë edhe ju kisha thënë që pa tjetër do të më arë me tregu, pa tjetër. E kemi obligim moral, e kemi obligim. I bëj thirrje gjithë secilit ta tregoj tregimin e tij për ditën e spastrimit etnik në Prishtinë, sepse ky tregim i mbetet gjeneratave që vinë, nuk harrohet në çka kemi përjetu, si mbamendësi që t'jemi të përgatitur gjithmonë e çdo herë, por më shumëti si mirënjohje e vlerë ndaj dëshmorëve e gjithë martirëve të vendit tonë që e dhanë më të fundmen jetën e tyre cilën ne sot ne e gëzojmë në liri. Unë besoj që ndoshta edhe të folë ma shumë mundën me i largu këto traumat edhe ndjenjat e këqija që i kemi si popull, sepse po ndikojnë në përgjithshmërinë tonë. Prandaj është shumë e rëndësishme me folë, me i tregu botës çka kemi përjetu, edhe me qenë pjesë e kësaj iniciativës shumë të mirë, me tregu pra çka ka hek populli i Kosovës gjatë asaj periudhe. Këto iniciativa janë jashtëzakonisht mira, sepse na shërbejnë si kujtesë edhe si ngritje e vetdijes për një punë më të mirë për të ardhmen që gjeneratat të tjera mos të pësojnë si gjeneratat tona që kemi pësu në një periudhë jashtëzakonisht tërtë për popullin tonë, po të krenaret njëjtën kohë për se si ja dolëm në fund me shliru një vend ashtu si që është shliru edhe Kosova. Ma mërmenja që çdo person që ka qenë në Kosovë që ka diçka me tregu për këtë përvojën e vetë që e ka kalu në kohën e luftës, pse mos me tregu se cili përvojën e vetë, s'paku hiq kur gjohë fëmijët e tonë me ditë bota, me ditë krejtë njerëz në çfarë periudhe kemi kalu. Arsyeja shumë e fortë pse unë kom vendosur dhe mendoj historien tem, na kena në familje, domethënë persona që nuk e marrin guximin me fol, nuk e marrin guximin mu marr me traumën e vet. Ajo është një traumë që na shfaqet në forma ndryshme. Ndoshta jo gjithku i shfaqet me mungesën ose me humbjen e zërit ose me frikën e mbylljes në forma ndryshme. Realisht mendoj që nëse nuk i prekum ato trauma, nëse nuk i kthehëm aty, ne kena me përjetu shumë rënë edhe kanë me përjetu ose kena me kalu në përbreza tonë pa i shëru ato trauma. Që ndërmarrje kemi vendosur me përkrahë këtë projekt sepse vlerësojmë se trajton një epokë të rëndë për kombin tonë, siç është dobimi i popullatës civile përmes trenave, jo për t'ju dhënë shërbim, po për t'ju kriju padrejtësi. Si pas donave që i kemë këtu ndërmarrje, në atë periudhë janë të organizuar mbi 115 trena, ku janë dobun përmi supozohet se janë 120.000 dhe 150.000 dobun prej Kosovës. Ka dhe arsye tjera pse kemë vendosur me përkrahë këtë projekt, se lidhet edhe me historikun e ndërmarrjes tonë Trajnkosi, edhe pse është një ndërmarrje e re, e themeluar në vitin 2011. Rrugtimi i saj është prej vitit 1874, edhe si ndërmarrje, sikur ndërmarrje tjera publike, kanë përjetuar ngritje dhe ramje, sipas situatës dhe gjendjes politike që është kanë në vendin tonë, kështu që lidhet edhe me historikun tonë. Tjetër është që
Si ndërmarrje kemi vendosur jemi në ndërmarrje publike, kemi obligim ligjor të shërbejmë publikut, gjithashtu edhe është obligim moral që mi përkrah këto projekte, cilat e ngjallin kujtesën e kombit përgjithësi. Kështu që ju kemi bashkangjit edhe na si ndërmarrje, vargut institucionet që e përkrahin këtë projekt, edhe jam shumë krenar që jem pjesë e këtij projekti. Intervistat u xhiruan me ekipin e produksionit Kallxo.comit të udhëhequr nga Fatrian Ibrahimi. Pra këta ishin disa prej qytetarëve vullnetar që kanë folë për iniciativën që kemi fillu për me kriju muzeun që dokumenton dëbimin dhe këtë muze po doj me e inauguru në pranverë, periudha e përvjetorit të këtij eksodi që ka ndodhur mars-qershor natën anë. Fillimisht, përveç regjistrimit të intervistave, për mu kriju ky muze është dashur me u siguru trolli ku ka mu vendos vagoni muze. Infrakosi, ndërmarrja publike ka vendosur që një pjesë të vogël të tokës para stacionit të trenave në Prishtinë, pikërisht toka që i ka majt ata refugjat, do të jetë vendi që Infrakosi e dedikon për këtë muze. Nuk më ndodh çdo ditë që institucionet publike e kuptojnë peshën e një projekti kulturor, artistik dhe historik. Andaj, menoj që jemi të jetu me një kohë të ardhur në Kosovë, ku një ndërmarrje publike se Infrakosi ka vendosur me kontribu në krijimin e dokumentimit historik të përvojës së qytetarëve, duke e dhënë një pjesë të tokës së vet. Në anën tjetër, zhavorin që duhet me e shtru si temel për me vendos vagonin e ron disa ton, vullnetarisht e solli kompania private Limit Projekt, kompani ndërtimi e cila komplet si donacion e ofroi edhe materialin, edhe makinerit që nevojiteshin për me shtru këtë temel. Ashtu si në kohë lufte, kur bizneset mrena jashtë Kosovës kanë dhënë donacione për me majt Kosovën e viteve 90, kur i kanë pagu rrogat e mësuesave të sistemit paralel të edukimit që i kena pas në përshpia, kur kanë imu me pru armë, sot ndërmarrjet private prap po tregon zemërgjan me bo punë për interes publik, duke e ofru zhavorin apo temelin e këtij muzeu që po krijohet. Sa të folet për hekurudhën dhe për trenat e egzodit, emocionet janë gjithmonë të ngatruara. Natyrisht, vendosja këtyre themeleve ka qenë një privilegj i joni që të kontribuojmë këtë nismë madhështore, që të kontribuojmë të lënia trashëgimisë të fëmijët të brezat dhe ri që do të vinë pas neve për ta kujtuar egzodin ku në mënyrë masive janë dëbuar popullata shqiptare, civil, fëmijë nga egzod që mesazhi jonë që mos përsëritet kurrë. Ky ka qenë vendi më adekuat, mendoj që i bjen në sy secilit vizitor, secilit banor të Republikës Kosovës që ta shef këtë vagon, ta shef këtë trashëgimi që do të bartet brez pas breze për me përkujtu atë vujtje, atë egzod popullatës tonë. Është e mirë mbajtur, këtu do të zhvillohet edhe do të ndërtohet një stacion i ri. Mandena kena qasjen e rrugës që për publikin gjithmonë kjo ka më rënë sy edhe ka me qenë një vend që gjithmonë edhe ai që se ka planifikuar ta vizitoj këtë muze, do të vijë dhe ta vizitoj gjithmonë. Do të qasja e ka bërë vetën që praktikisht me qenë në sytë publikut. Është më rëndësi me cek që secili punëtor që është involvuar në këtë projekt e ka bërë me një dëshirë të jashtëzakonshme. Nuk kanë hezituar asnjë, pavarësisht orarit, kohës, shtesë. Të gjithë e kanë gjetë modalitetin se si ta jetësojnë këtë projekt. Natyrisht edhe shinat, edhe bartja tyre, aspekti logjistik, i qësës organizative, operative, të gjitha u shkryen nga personeli jonë në mënyrë vullnetare me një përkushtim të jashtëzakonshëm. Përderisa ndërmarrjet publike kanë kryer një pjesë të madhe të punës, është e qartë që ka vegla të cilat ata nuk i kanë. Edhe pse e kanë vullnetin, shpesh nuk i kanë mjetet, edhe nëse i kanë mjetet, ato kryesisht janë teknologji e stërvjetruar. Andaj për me i bart shinat prej lokacionit Infrakosit në Drenas deri në Prishtinë, është dash kamion specifik që mund të transportoj shina. Këtë transport e kanë kry pa kurfar kompenzimi material, kompania private Migjeni, kompani që bën grumbullimin e metaleve edhe udhëhiqet prej Migjen Bucollit.
mashinat erdhën në dhjetor të vitit e kaluar dhe u vendosën këtu në Arbëri te stacioni i trenave. Koordinimin mes Trenkosit që e ka sjell trenin edhe Infrakosit që e ka siguru trollin e ka bo Ministria e Ekonomisë që i mbikëqyr këto dy ndërmarrje publike. Ne po e kujtojmë një pjesë të dhëmshme të historisë sonë, po jemi të e kremtu dhe demokracinë që e kemi tash. Se në këtë demokraci një organizatë shoqërisë civile po zhvillon një muze të domethënës. Qeveria po punon me përkushtim, me dokumentu krimet e luftës, po edhe ndërmarrjet publike të kurudhave Infrakosit, Trenkosi, e madje edhe ndërmarrjet private, po kontribojnë me kapacitetet e veta për me e zhvillu këtë muze. Pa i dokumentu krimet e luftës, po pa e pas edhe një tregim të gjallë, si që jep muzeu, ne nuk mundemi me eduku brezat e ri, e asë opinionin ndërkombëtar mbi atë që ka ndodhur në të kalumen dhe mbi kohën që duhet me marrë e ardhmja. Ne jemi siguru që gjithçka të shkojë mba në përputhje me interesin publik dhe ligjet tona. Kemi lehtësu bashkëpunimin me ndërmarrjet, por gjithçka ka qenë një përpjekje e përbashkët, një përpjekje e integrume, pra ku secili ruan rolin e vet edhe e mishron atë frymën e demokracisë. E kalumja jonë është e kalume përbashkët, andaj na duhet me rujt edhe me e transmitu të brezat e ri bashkarisht në një bashkëpunim të vazhdueshëm si sot. Kuptohet, përveç qeverisë, dakordimi kryesor se cili është veni më i mirë për me vendos vagonin muze, ka ardhur në bashkëpunim me komunën e Prishtinës. Andaj në ditën që u planifikume u bo bartja e vagonit në themelin e dedikuar në mëngjesin e 17 janarit të shtundën e kaluar, prezent ishte kryetari i kryeqytetit përparim Rama. Rama ka insistu që vagonin me pozicionu në stacion të trenit, jo në lokacione tjera të propozuara nga ne. Dhe në fund, për të realizu këtë operacion logjistik, bartjen e vagonit në ajër dhe vendosin e tij në vendin e dedikum, është dashur koordinim edhe me dy institucione tjera, Policinë e Kosovës edhe KEDS-in. Këtu te stacioni në Arbëri ishte një shtyllë me plot deg telash që pengonte në bartje të vagonit në ajër. Andaj KEDS-i u siguru që për një periudhë të shkurt kohore do i çlidh telat e rrymës edhe pas vendosjes së vagonit në trollin e tij do të lidhen prap telat e rrymës. Pasi u shledhën telat, mbeti pjesa më e ndërlikuar, bartja e vagonit disa tonësh në kamion dhe transporti i tij në rrugë të frekuentuar të kryeqytetit deri te stacioni i trenit. Kjo pjesë e komplikuar logjistike, me e çu një vagon tron në ajër, me e 100 kamion, mandej prej kamionit në themelin e dedikum, nuk ka mund me u bo me asnjë institucion publik edhe pse kemi provu me muajt të tanë. Në fund këtë punë të rëndë ka pranu me e bo pra pa kompenzim, kompania private Sigma, që specializon në kranat më të avancuar në Kosovë. Bajrami, që e ka marrë emrin e gjyshit, ka qenë bebe kur ka qenë refugjat përmes trenave kur ka hyp ai dhe familja e tij në Lipjan. Sot, 25 vjet pas, po e vozit një kamion gjigant duke e bart vagonin nën përcjelljen e policisë së Kosovës, që e mundsoi bllokimin e trafikut për rreth 1 orë vikendin e kaluar. Kompania jonë operon që nga viti 1985,
Baba me vëllezër e kanë hapë si kompani, fillim kompani transportuese me kamiona. Pastaj nga viti 2000 pas luftës kam fillu me infrastrukturë rrugore. Pastaj kemi evolu edhe kemi pa që ka shumë nevojë Kosova për shërbime me vinça dhe shërbime speciale, deri në 300 ton, 500 ton. Andaj edhe e kemi zhvilluar kompaninë që tani operojmë me mbi 50 maqineri moderne. Jem me komplet stafin special, ekipen e ngarkesave të rënda, jem me transportet speciale që janë deri në 100 tona peshë transportuese dhe vinçin deri në 100 ton që ka qenë më kompakti për këtë pozicion, me pozicionet vështira. Janë vinça që kanë kapacitet lartë, por janë të kohës bashkohore për vendet të pozicionet adekuate. Unë kam qenë 2 muajsh në Blac, kam qenë, domethënë kur ka ndodhur eksodi familjeve shqiptare në shtetet fqinje. Tash jam 27 vjeçar, jam pjesë e kompanisë Sigma Crane Transport. Kompania jonë njihet si kompani solidarizuese, sidoqoftë sidomos ndaj shtetit. Kur ka njerëz me vullnetit mirë që bojnë gjëra të bukura, gjëra që me tregu historisë të botës se çka ka ndodhur në Kosovë, atëherë është e pamundur për anës tonë mos me bëhet diçka më të paktën. Shërbimi ka një kosto shumë madhe, po na për hir të respektit ndaj teje, sidomos që ke marrë këtë iniciativë për me bëu këtë ekspozit të eksodit shqiptarëve të luftës 98-99. Andaj kjo është çka kemi mujt me bëu për juve jeta. Ne si kompani ju përgëzojmë dhe ju urojmë shumë suksese për punën që ke bëu. Tash po shkojmë nga pozicioni i ngarkimit në pozicionin e shkarkimit të vendi ku ka më kanë ekspozita. Shpresojmë që e kemi shkuar të relacionin, mirë po shpresojmë që kemi pas një rrugë të mirë. Stafi, gati. Thuj policit që atje do në të blokohet. A jena në rregull për mas? Projekti ka fillu pi Bllacës, ku ftuam për kryetarit komunës, tash për mandatin e dytë, për me fillu me punu diçka lidhje me vagonat që janë ekzistues për momentin. Edhe gjatë procesit konceptimit të idesë, na fillu me çu dhe historinë me shpërndar shtërinë e Bllacës, edhe në për vendet e tjera të Kosovës. Edhe ku më mirë se stacioni i trena në Prishtinë, në Dragodan. Hapësina se hapësinë mrena e kom trajtuar sikur hapësinë e galerisë. Disperin specifik nga White Cube Gallery, që për mu është sigur student të kom fillu shumë i studiu për Brian O'Doherty, një shkrimtari i cili e ka perceptu hapësirën e galerisë. Materialet që mujna mi ekspozu nga ana videos është minimale, po vlera shumë e madhe. Kështu që vagoni mrapa meje, që është përcaktuar për çet arsye. Kultura, historia, tradita duhet me pas ndërlidhshmëri të drejt për drejt shpirtënore me qytetarët, për ndryshe impakti zvoglohet.
Ky vend këtu, që është pikrisht tek stacioni i trenit, e ka atë ndërlidhjen kyçe shpirtënore me eksperiencën që kanë pas me qindra e mira qytetarë këtu që janë deportu gjatë kohës të luftës, gjatë të 90-tave. Për këtë arsye edhe pozicionimi i këtij instalacioni më i miri duhet me qenë në ndërlidhshmëri me vendin e ngjarjes. Edhe për këtë arsye, kjo është edhe pozita më e mirë për këtë instalacion të ri që vetëm se jep edhe një vlerë tjetër shtesë kryeqytetit, një mundësi shtesë edhe për qytetarët e kryeqytetit për me njoft gjeneratat e reja, me njoft në për çka kemi kalu ne si popull, po edhe për pika turistike për vizitorët të cilët vinë edhe vizitojnë edhe mësojnë për traditën, për historinë, për kulturën, artin e gjëra tjera për vendin tonë. Vagoni me përmbajtje mrena janë 4 ekrana që fillojnë me realizu prej mujit tarshëm dhe hapësina se hapësirë mrena bëhet galeri. Pra kontenti mrena deri tash i kemi 30 intervista që ka bëjë Jeta Gjara, i ka realizu. Mi po jemi në thirrje publike që më kontribu ende si kemi më shumë nevojë. Është për me u aplaudu faktikisht bashkëpunimi mirëfillt mes administratës të kryeqytetit edhe një institucioni të nivelit qendror si Infrakosi për të mirën e përbashkët shoqërore. Pra nëse ne vazhdojmë me pas bashkëpunime të tilla, nuk kam asnjë dyshim që në këto vitet me radhë kemi me lulëzu jo vetëm kryeqytetin, po të gjithë vendin. Prandaj uroj që projektet e tilla me shërby si një stimulim i bashkëpunimit të mëtejshëm mes nivelit lokal dhe nivelit qendror dhe institucioneve të ndryshme, sepse ne për këtë arsye dhe jemi këtu, të bashkëpunojmë me një tjetrin edhe të ofrojmë shërbime qytetarëve të kryeqytetit për të mirën e gjithë vendit. Industria kreative faktikisht është njëra prej pikave kyçe që ne dojmë me i shty përpara, teknologjia, industria kreative. Këto janë gjanat që zhvillojnë vendin tonë në mënyrën më të mirë të mundën edhe ndërlidhen me të ardhmen, me potencialin e madh që ka vendi ynë, kryeqyteti dhe gjithë Kosova, duke ndërlidh me industrinë kreative edhe me stimulu edhe bashkëpunimin me artistët tonë këtu në kryeqytet. Kryeqyteti e dini tash e 4 vite që është i hapur me bashkëpunu me organizata të ndryshme jo qeveritare. Pra jemi të hapur, vazhdojmë të jemi të hapur, çfarëdo organizate, çfarëdo personi, njeri kreativ, artist e tjera që ka ide për me avancu projekte të ndryshme të artit, të kulturës, të bashkëpunimeve interinstitucionalve, atëherë e kemi mundësinë e artë, po them, tash edhe 4 vite me vazhdu këtë proces të bashkëpunimit për me prum pa instalacione të tilla që vetëm se rrisin vlerën kryeqytetit. Pra sot është pozicionu vagoni i trenave. Ky vagon është vagoni i gjove. Ka bajt mallra edhe kafsh në 99-ën. E mandej ka bajt njerëz. Për shkak se kanë pas shumë njerëz që kanë dashur me dëbu, forca sërbe nuk kanë mujt me i shti krejt njerëzit në vagonat udhëtarëve, po disa i kanë shti në vagon gjove. Sot çaj vagon i mallrave, i shtazëve që i thojmë vagoni gjove, është pru për me u bo histori. Mirë po, përkundër ndihmës së sektorit privat që na ka ndihmu me bo këte, sektorit artistik, ndërmarrjeve shoqërore, ne tash kemi nevojë ndihmën e qytetarëve. Deri tash 30 qytetarë e kanë ndo rrëfimin se si e kanë përjetu kohën si refugjat edhe dëbimin nga vendet të ndryshme të Kosovës. Tash po kërkojmë prej qytetarëve tjerë që të vinë të ndajnë përvojën e vetë që të bëhen pjesë e këtij muzeu ku do të ekspozohen rrëfimet e qytetarëve që janë dëbuar në eksodin e vitit 99. I gjithë ky operacion që ka fillu para 7 muajve arriti me u kry të shtunën e kalume pikërisht për shkak se të gjitha organizatat publike e private e bon pjesën e vetë të punës në mënyrë profesionale edhe të përpikt.
Kjo iniciativë me kriju vagonin muze në Prishtinë është vetëm fillimi i dokumentimit të dëbimit për shkak se në përmasa shumë të mëdha, Muzeun e Eksodit ka ambicje me kriju komuna e Hanit e Elezit bashk me Agjencinë për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale të Kosovës. Plani është që ky muze shumë i madh me u kriju aty ku sot është Parku i Lirisë në fshatin Bllace, saktësisht ku kanë qenë të kurthyer refugjatët në vitin 99. Këtë pjesë të projektit në Han të Elezit po e përkra kompania Sharcem, që e ka fabrikën e vet në Hanin e Elezit. E deri tash, Komuna e Hanit e Elezit ka arrit me organizu konkurs të hapur për arkitektat që kanë konkuru për të dizajnu pamjen e këtij muzeu te Parku i Lirisë në Bllace. Këtë konkurs publik e ka fitu kompania Hark e udhëhequr prej arkitektës Ardiana Pacolli. Ky koncept arkitektural që po e shihni ka lind si bashkëpunim mes arkitektave të Harkut edhe Gazmende Jupit, kuratorit imagjinativ të Reporting House. Kjo ëndër për me kriju Muzeun e Eksodit 99 Han të Elezit po prezantohet vizualisht për herë të parë në publik këtu në Kallëzo për me. Kaq kishim për sonte, mos harani, na shkruani nëse doni të bëheni pjesë e njerëzve të intervistuar për përvojën e juaj si refugjat. Nuk do të thotë që të lajmëroheni vetëm nëse keni qenë refugjat që janë bartur përmes trenave, po i marrim dëshmitë e refugjatëve që kanë ikur apo janë dëbuar në çfarëdo forme, me traktora, me makina, në kam, me kamiona, sidoqoftë. Lajmëroni te unë në info@kallzo.com, do t'ishte kënaqësia jame të ju intervistoj. Deri në emisionin e radhës, natën e mirë.